Në Shkodër u zhvillua tryeza rajonale perspektivat e zhvillimit të turizmit, një takim i Këshillit të Qarkut që bëri bashkë përfaqësues të institucioneve qendrore dhe vendore, drejtues të bashkive, operator turistik dhe specialistë të fushës. Në fjalën e tij, kryetari i Qarkut Edmond Dou theksoi se turizmi mbetet një nga sektorët më të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik, social dhe kulturor të rajonit, duke nënvizuar potencialin e jashtëzakonshëm që Shkodra ofron, fal diversitetit natyror dhe kulturor. Turizmi sot nuk matet vetëm me numrin e turistëve që na vizitojnë, që për fatin tonë të mirë janë në rritje nga vitin e vit në 5 bashkitë të Qarkut tonë. Por ai matet me cilësinë e shërbimeve, me zhvillimin e ekonomisë lokale, me punësimin e të rinjve, me mbështetjen e fermerëve dhe të sipërmarrësve, si dhe me ruajtjen e identitetit të trashëgimisë tonë. Prandaj kjo tryezë nuk është thjesht një takim institucional, por e kam parë si një mundësi për të ndërtuar një vizion të përbashkën mbi mënyrën se si duhet ta zhvillojmë dhe mbështesim turizmin në Qarkun tonë. Si Këshilli i Qarkut Shkodër, ne besojmë se zhvillimi i turizmit kërkon bashkëpunim të vazhdueshëm midis të gjitha bashkive të Qarkut tonë, institucioneve shtetërore, sektorit privat, universitetit, organizatave si dhe komunitetit. Askush nuk mund ta zhvillojë këtë sektor të vetëm. Sfida jonë është të lidhim këto pasuri me një ofertë të unifikuar rajonale, me infrastrukturë më të mirë, promovim profesional dhe standarde gjithnjë e më të larta në shërbim. Qarku Shkodër po njeh gjithnjë më tepër atë që ne e quajmë turizëm zinxhir, pra vizitat në të gjithë sitet e Qarkut dhe turizëm pothuajse gjithvjetor. Kështu që kjo është diçka e cila na mbush me kënaqëri që po jemi drejt një turizmi të qëndrueshëm, por na ngarkon edhe me atë përgjegjësinë që unë e përmanda pak më sipër. Kjo tryezë e përbashkët sot është më së miri një tregues i unifikimit të problematikës dhe të dëshirës për ta zhvilluar sa më mirë turizmin në Qarkun tonë. Infrastruktura është problem kryesor për investimin në infrastrukturë, mbështetja me projekte dhe grante që ne të rrisim fuqinë akomoduese të turistëve, pasi sot jemi në nivele kaq të ulta edhe të shtretrave, edhe të mundësive akomoduese. Turizmi nuk ka të bëjë vetëm me një bashki, por me krejt Qarkun në turizmi nuk njeh kufi administrativ. Unë vin nga fakulteti ekonomik, ku ne kemi një departament të turizmit, i fokusum në zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm. Aktualisht ne ju ofrojmë të 3 programet e studimit në turizëm, bachelor, master shkencor, master profesional, dhe ajo që është më e rëndësishmja, kemi një program të suksesshëm doktorate, i cili fokuson pikërisht në ekonomi dhe në zhvillimin e qëndrueshëm. Në dorë kam librin Guida turistike e Qarkut Shkodër, që ju zyrës vendore arsimore ja dhurut me idenë që t'ja dhurojmë shkollave, që të përdoret si gujë turistike, pastaj si tekst referues, qoftë plotësues për ato shkolla që bëjnë gujë turistike, sepse nxënësit tonë gjimnazistët bëjnë gujden turistike, ashtu sikurse edhe mund përdoret fare mirë pastaj edhe në terren konkret, edhe nga turistët që zgjedhin për me vizitu Qarkun tonë. Operatorët turistik dhe specialistët e sektorit ngritën shqetësimet e tyre lidhur me problematikat që vazhdojnë të ndikojnë në zhvillimin e turizmit. Ne jemi një territor shumë i madh me një pasuri shumë të madhe. Mjafton të përmendni që tashmë në territorin e Qarkut Shkodër ne kemi edhe pasuri që janë të përfshira në UNESCO si trashëgimi botërore, duke filluar nga më fundit liçeni i Shkodrës, shpallur si zonë biosferë mbrojtur, por kemi edhe trashëgimin jo materiale, gjubleta, trashumanca, çka do të thonë që jemi një zonë shumë e pasur, por shpallja nuk do të thotë që u arrit ajo pika finale. Fillon sfida rrallës, mbajtja e këtij statusi. Ajo që mbetet për të theksuar është mbajtja pastër e territorit. Kemi shumë monumente kulture afër fshatrave, afër vendbanimeve që kanë pak problematik me evadimin edhe të mbetjeve. Krimi të disa itinerareve të integruara, që mos tjetë vetëm, po themi, epiqendra vizita vetëm e Shkodrës, ose tjetë vizita e Shkodrës për një ditë, po tjetë një vizitë e gjithë Qarkut të Shkodrës. Mund bash një projekt shumë bukur, mund kesh ndërtu një hotel shumë bukur, por çështja e mbeturinave, menaxhimi me turinave të shkatron imazhin, të shkatron çdo lloj investimi që ti mund bash. A mundën na si Qark, si bashki,
të sigurojmë një taks për me stimulu këto vende që janë shumë interesante për zhvillimin e turizmit, sidomos të agroturizmit. Duke falendëruar qarkun që bën disa herë aktivitete që nuk i kena pas në vitet e kaluara, unë kam 35 vjet në turizëm, do të thotë që jam operator i parë mund të jem në Shqipëri në turizmin shqiptar, por sa është gjë mbështetje shumë e madhe që unë e vlerësoj. Pjesa rrugëve të shtigjeve ti kena shumë cop, pa pastrume, ura, sinjalistika, tabele për shembull me orientu turista se kështu janë të ndodhe dhe fatkeqësi se po i shohim edhe për në rrot, por a fatkeqësi se s'ja uroj askuj, por është fatkeqësi edhe për zonën se të për shembull vina e prind fund botës edhe të hupin një zonë tonën se nuk ka një sinjalistik, nuk ka një tabel, rrugët janë cop. Lidhe me transportin ureor, unë vetë bashkë me një firmë tjetër kam aplikuar qysh në prill për me marrë licencë për me lundru në liçenin e Shkodrës, edhe më besoni që akoma nuk e kena marrë. Kush shteti çdo ditë për burokraci, domethënë që mundet krejt kollaj me tallon drejtën ose me të thanë nuk bëhet. Kaloja shëllat, unë jam të rejtës në liçet Vaudensit, edhe për një moment kaloj në Shkodër. Nuk e di se pse është kjo gjë. Shkodra ka marrë ishullin e Shërllavët, i cili është në liçenin e Vaudensit. Tryeza u vlerësua si një platformë e rëndësishme dialogu dhe bashkëpunimi, ndërsa pjesëmarrësit shprehen gatishmërinë për të vijuar bashkëpunimin në funksion të promovimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm të potencialeve turistike të qarkut të Shkodrës.